Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tyron Alirin për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe për të ndarë lajmet më të fundit rreth artistëve tanë. Do të ndalemi tek Josefin Marku. Joz Marku tashmë 4 ditë në fakt i larguar nga shtëpia e Big Brotherit, nuk kemi asnjë lloj informacioni për të. Informacioni vetëm që kemi që natës së mbrëmshme, aktualisht gjatë orës 19 apo 20 të darkës, Instagrami i Jozit duke patur një rritje maramëndëse të followersave, për vetëm 2 ditë arriti që të merr afro 10.000 followers, Josefin Marku t'i akohet Instagrami dhe i zhduket plotësisht. Nëse do të futemi në search të Instagramit për të kërkuar emrin e Joz Markut, nuk ekziston një Instagram në emër të tij. Dyshimet e para ishin në qoftë se Jozi e ka mbyllur vetë Instagramin për t'ju shmangur komenteve negative dhe mesazheve kërcënuese për veprimin që ai bëri në Big Brother kundërdrejt banorit që qëndronte me të në shtëpi Qestin. Por siç duket historia nuk është e atill. Siç duket fansat e Gjestit janë shumë të hirituar, janë shumë të mërzitur me veprimin që bëri Jozi dhe kanë marrur vendime drastike për t'i zhdukur edhe Instagramin e tij, ku në këtë ditë personazhet publik shqiptar, VIP-at shqiptar luftojnë masovikisht për të ruajtur Instagramet dhe për të rritur numrin e tyre. Josefin Marku, i njohur si Jozi, ish banori Big Brother VIP Albania 4, ka mbetur pa llogari në Instagram. Atij është bllokuar llogaria pas goditjes që i bëri Jozi banorit nga Peja Besar Kelmendit, të njohur si Gjesti. Gjithsesi, në kushte anonimiteti për të gjitha televizionet dhe për të gjitha portalet kanë bërë të ditur se llogaria është bllokuar nga një haker me prejardhje nga Kosova. Sipas këtyre burimeve, përgjegjësinë për bllokimin e llogarisë së Jozit e ka marrë një haker me nofkën Kozi Ops. Kështu e ka, domethënë nofkën ky hakeri i cili e ka bërë këtë reportin dhe e ka mbyllur Instagramin e Joz Markut me 82.000 followers dhe 148 postime në këtë Instagram. Domethënë në momentin që Jozi bëri veprimin e shëmtuar dhe do të dilte nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, ka patur në Instagramin e tij 56.000 followers, ku për 3 ditë pati një rritje maramëndse që ka arritur deri në natën e mbrëmshme, domethënë në orën 19 në 82.000. Tani në qoftë se ne do të klikojmë emrin e Joz Markut, nuk do të del asnjë gjë. Siç duket, kjo shëpull jo mirë e menduar nga ana e Jozit, po i del një armë shumë e fortë dhe një armë shumë e rëndë, të cilën po e paguan në për shumë forma Jozi në jetën e tij. Fatkeqësisht, të mos menduarit mirë, të vepruarit në një gjendje jo normale, një goditje që në fakt ishte shumë e turpshme për ta parë nëpër media dhe njëkohësisht edhe e dhimbshme, sepse nuk është bukur që të godasësh një djalin apo një shqiptarin tënd apo një banorin tënd që ti ke ndarë 24/7 dhe pastaj ne me ditë të tëra kemi parë se sa shumë dhimbje ka patur Gjesti nga kjo shëpull. Gjithsesi Jozi ka përzgjedhur këtë rrugë dhe ndoshta sot ai është penduar, por është vonë për veprimin mbi të cilin ai e ka bërë, që në fakt është një veprim shumë i turpshëm. Joz Marku momentalisht është pa një Instagramin e tij, nuk e dim në qoftë se do të rikthej përsëri Instagramin. Unë me sa kam informacione gjatë kohës kur Jozi ka qenë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, të gjitha të drejtat për menaxhimin dhe të gjitha të drejtat për mbrojtjen e të drejtave të tij i ka patur Big Brother dhe Top Channel, po në momentin që Jozi doli nga shtëpia e Big Brotherit, ku automatikisht ju do që çdo kontratë që Jozi kishte nënshkruar në këtë format me veprimin që bëri, domethënë Top Channel patjetër që nuk kujdeset më për të drejtat autoriale të Josefin Markut. Domethënë hakeri i cili ka bllokuar Instagramin e Jozit rezulton që të jetë me origjinë nga Kosova dhe dyshimet janë se mund të jetë një fan si Gjestit.